askush nuk ka pritur se do të ndodhë kështu, që të kemi një zharditje kaq të gjatë për krijimin e institucioneve që kanë dalë me votën e shkurtit. Ajo që mund të them për Zbashkun është se kërkesat janë shtuar, por ne si udhëheqësi e Zbashkut nuk kemi pas ku t'i adresojmë, se nga se deri vonë e mbase edhe tani nuk kemi as parlament, e as më keq nuk kemi qeveri. Dhe e keqja më e madhe është se nuk ka kush ta votoj ligjin për pagat e vitit 2026, edhe në këto situata atëherë janë shtuar zerat, është shtuar shqetësimi, mos përmbesin njerëzit edhe pa paga, që do t'ishte problemi madh, nga se 84.000 më shumë të punësuar në sektorin publik, nga ata 30.000 më shumë punëtor të arsimit varen kryekfut nga paga. Dhe para mendoni, nëse për lojna që i bën dikush në politik, na mbeten njerëzit pa paga në vitin e ardhshëm. Dhe deli ironike ai premtimi për pagën e 13 me ligjin e pagave të vitit 2026. Zoti Kurti, unë e kam lutur edhe si vëlla, edhe si kryeministër na jep në atkohë 100 euro. E nuk na jep të 100 euro, dhe si mund të presim tash që do të na jep një pagë të 13, që nuk kupton dikon vllator, përveç pagës së dhjetorit 12 muajve, edhe një pagë që është shumë më shumë se sa ajo ai 100 që ja kërkonim ne. Pra, krejt kemi mbetur me pikpyetje, urojmë që të mos na ndodhë që në vitin e ardhshëm njerëzit të mbeten edhe pa paga, nga se jetojnë vetëm me këto paga, dhe problemi tjetër është edhe bankat, sepse shumica për ty janë me kredi dhe do të kenë dëshkime shtesë në ato pjesët që duhet paguar për çdo muaj. Nëse flasim vetëm për sektorin e arsimit, që nga që deri në universitet e kalon shifrën për 30.000 të punësuar këtë sektor, ndërsa numri i përgjithshëm e kalon shumën 84.000 sesh, duke folë për mantelbardhet, policinë, zjarfiksit, administratën, e kalon 84.000. Tërë këto familje i kanë këto pikpyetje çka nëse mbesin pa paga. Me ligjin e grevave të Kosovës obligohemi fillimisht të bëjmë dialog. Dhe ne fatkeqësisht tërë ky vit po na ik pa pasur adresë me kë të bëjmë dialog, as nuk kemi Ministri të Arsimit, nga se zonja Jana Goci u bë deputete, as nuk kemi qeveri, dhe kemi ngelur pa bërë dialog. Dhe ligji e përcakton që thjesht dhe qartë thot, në veprime sindikale mund të shkohet pasi që të shtjerët tërë mundësit për dialog. Ne nuk po kemi kujt t'i bëjmë dialog, e me këtë të bëjmë, edhe do thot nuk kemi as kujt t'i adresojmë kërkesat tona nëse ndërprejmë mësimin. Domethënë, jemi në një udhkryq goxha të vështirë, jemi plot strese, plot shqetësime, kërkesat e antarësisë janë shtuar dukshëm, por ato kanë mbetë pa u realizuar në mungesë të vullnetit, edhe kur ishte vërtet qeveria Kurti, edhe në mungesë tani kur është qeveri në detyra ndryshe nuk di, por kërkesat janë të shumta. Ne mezi presim ta kemi një qeveri të Kosovës, e cila është e mirëfill dhe e cila e dëgjon palën tjetër, i dëgjon këtëra sindikatat dhe mundohet të rregullojë çdo çështje që mundet. Në këtë situatë që jemi, ka shumë pikpyetje, por përgjigjet janë të pakta dhe do thotë jemi në dyshime dhe stres, çka në janar e tutje.